Producentja e Big Brother VIP Kosova 3 Olsa Muhameti ka folur rreth ish banorit të asaj shtëpie Gjestit. Teksa ishte e ftuar në natën me Aulonën, ajo u shpreh se Gjesti nuk mund ta fitojë Big Brother VIP Albania për disa arsye. Topit i ka rënë një gjysmë bombë në dorë, nëse do isha unë në produksion dhe do më kishte rënë Gjesti kështu, unë do e nxirrja Gjestin me deo mos fitues, sepse unë e kam publikun e Kosovës, sepse kam Gjestin që mund t'i kem bërë kontrat premtuar e të tjerë, por kupton se Gjesti s'mund ta fitoj dot Big Brother VIP Albania, për shumë arsye, tha ajo. Sipas saj, Gjesti nuk ka vota nga publiku, por ka vetëm një fanbazë që përbëhet nga adoleshentët. Unë e njoh shumë mirë Gjestin, nëse të tjerët nuk i njoh. Gjestin e njoh sepse e kam pasur produktimin. Ne e nxorëm dhe në këtë pikë bashkuam edhe votat. Produksioni mund, unë nuk e di këdo, por Gjesti nuk ka vota. Mund të ketë një bazë fansash adoleshentësh, por edhe ata nuk janë agresiv. Kjo është logjika që ndjek produksioni, por unë jam e bindur që edhe produksioni i Shqipërisë ndjek mesazhet, votimin, sepse nuk ta lejon kompania më. Ai nuk të kërkon se sa mesazhe kanë ardhur, por të kërkon kodin, tek i cili nuk mundesha të hyja as unë dhe i shikon vetë. Big Brother i Kosovës dhe i Shqipërisë nuk mund të bëjnë gjëra sipas kokës së tij, por mund të lëviz vetëm gjëra shumë të vogla, tha ndër të tjera Olsa Muhameti, duke nënkuptuar se akoma nuk i dihet se kush do të shpallet fituesi i Big Brother VIP Albania 4.